me la 17 ditë, nuk e di në njeri që mund të ketë pasur në një fat të keqë që të ketë thyer këmba dorë edhe me 17 ditë në Allçi, edhe më nxjerr me Allçi në punë. Me Allçi në këmbë të më nxjerr në punë. Mirë po çizmë nuk vish një dot, po mora një çizmë kështu edhe e preva që futa këtë pjesën e poshtme, si sa një këpucë kështu që e futa këmbën në një çizmë të madhe, se me gjitha çizmë linte çizma që të fuqe. E më nxorë në punë. Kur po më nxirni në punë aty, i them oficerit të rojës, thash, nuk jam në gjendje të dalë në punë, thash, në këtë gjendje, thash, unë e kam këmbët në Allçi. Se përse të kemi sjellë këtu, kam pushimi, i ka di në punë, atje të ngordësht. Ore, nuk dalë dot, i them aty. Aty qëlloj një policë. Se polici imi i brigatës që kishe unë, iku për para. Se unë qëndrova në fund që ti ankoheshe oficerit të rojës që nuk dalë do të në punë me këtë këmbë. Qëlloj kjo me mbi emrin Qupi, emrin si jam mend mirë, po mbi emrin Qupi. Mark Qupi më duket, po. Mark Qupi. I tha, mere këta dhe ashtroj në dru, tha, se s'do të dalë në punë. Mark Qupi, pavarësisht se ishte policia ati sistemi, asaj diktature, po kishte edhe i një atë në brenda vetes një shpirt mirësi. Hoqi kapelen, e lëshojnë tokë. Kur heq kapelen, do me thënë që mua më zhvish, se kur heq kapelen, mua më zhvish nga kjo punë se unë nuk mere me të vdekur, tha. Si s'meresh me të vdekur? Për mua, ky është i vdekur. Edhe unë nuk mere me të vdekur. Ti bëj si të duash. Në atë kohë, ky polici brigatës zbriti, se e pa që aty po bëhesh një diçka e zbriti. I la brigatën shkonin, se atje shkonin të lidhur dorë për dorë, ku shkonim në punë. E la brigatën atje dhe zbriti edhe më futi kraun mua. Hajde, atje në punë, po mos puno, ri aty jashtë, po mos puno, se po të rish këtu do të kalbin dru, do të futin biruc. E kam fjalë, kishte edhe nga këta, që kishin shpirt, kishin një dimshuri që na shikonin ashu në ato, kishte nga ata, që po ta shikon një në sy policin, pse më pe, deshet të më qëllonje, deshet të mbenje, të futin dhe të bënin plejnë në drut atje. Në blishin 5-6 policat, të ishin sipër, si kur difti ishe, s'kishe si për balonje do të bënin për e bret. Kish nga këta policë. Kishe një policë nga shatrat e lejës ishte, kur i thosh oficeri rojës, mere rije këta, se ishte roje e branqme a ju. A ju ishë kontakt direkt 24 orë me ne që ishim në kam. Mere bendrekun e futi 10 bendreka këti, aty në dhomën e torturave, se ishi i dhomën e torturave. Si ishin bendrekat? Ata ishin ca, këto që përdorin policia, këshu, shkop gome, po me të veshur me gomë, po ata ishin me kabel qeliku, fije qeliku ishin. Qeliku kabel, këto kabët që përdorin për këto maqinerit të rana, edhe i veshur me gomë lastike. Ishte i të mërshme, hekur, vetëm se kish një cipë lastik, po i të dërmonte. Kytë është për mos dalë e shudhësh, digjo, unë i binte murit, të me të murit, bam, po ti kur i bie unë murit të thirë, se po s'thire do të bie me tërvend, se s'kam qërë të them unë ati kur të dalë jashtë oficerit të rojës. Sa të gjosh i kjo zhurëm nga oficerit rojës? Se ishte hafër me dhomën që rinë të oficerit rojës. Kur i binte murit a ju, do të rrisni, ishe detyrua të rrisni, ose do të hanjen kurisat, ku do të zinte. Po, a ju të është i për mos e bërë atë që i thosh a ju, po ama që të dukur si kur e beri, e bënte përdor të këtë mënyrë. Qarë të t'i thema ati njeri ju? Që këtë të dash të mbrosh policin, ose të thuash fjalë të mira, po për atë që ishte i mirë, e meriton t'i thuash atë. Për atë që ishte i keq, ati edhe kur si thosh oficeri, bjerja ju të binte. Qarë të t'i thema ati? Kishte edhe njërës të keq. Kishim një Pjetër Koka, që e i thosh,
Do vish për bukë, nuk më hajt me bukë. Ore, ne do vish për bukë se t'i japim kur duam ne, jo kur do ti. Do biesh të flesh kur të themi ne, jo kur do ti. Qa ti thoshe atje? Ajo kur binte shi, na merte na nxirte atje në reshtë. Na linte 2 orë në shi, në dëborë, në mes të vapës. Rinte 2 orë na linte atje, edhe ishte kënaqure. Ajo vinte 5 kile mish, ose dhjamë, kur na shikon të ne që beshim ujë, që ka koka deri në këmbë, a i sadist. Me kuptimin e plot fjalës, sadist. Ata e mbajten atë sistem për aq kohë, këta njerëz. Kështu që ato ishin vite të vështira. Të them vetëm një gjë, Gani, në qovë se kam has me një njeri, po t'jemi Zotit avras, mirë. Po mos jemi Zotit avras, në burg nuk e qoj kur. Kjo është, më se ashu, se burgu është i të mërshëm. Burgu është shumë i të mërshëm, për këdo, kushdo që heqë. Zakonisht, Zoti Engjëll, të burgosurit, jo vetëm që kanë humbur lirit e tyre, kanë humbur gjithçka, por ata kanë humbur më të shtrenjtat familjet. Tek juve nuk ndodhi kjo. Ku t'ja dedikoni këtë? Shiko, kjo është një pyetje shumë e vend, po edhe shumë komplikate. Familja është gjëja më e shtrenjtë për këto. Jo vetëm për mua. Për atë që e di që është familja, familja është gjëja më e shtrenjtë. Se një pjesë edhe nuk e dinë se që është familja. Po unë këtë ja dedikoj të parës, gruas dhe nënës. Po, do të thuash, po babaj vdiq shpejt Sarashu në burg. Se ajo e dinte se që ishte burgu. Kishte për vetë burg. Gjë në fund në t'i nëna që më ka ndjekur. Do më falni. Ska gjë. Këto janë ato gacmimet e plagës të janë dhe kështu që edhe mosha e bën atë të sajnë, se zemra do pësohet. Po, gjatë e tësisë, më vinin ca sinjale që se edhe atje kishe mundësi të bënje në një komunikim të vogël. Si e bënje. Unë, aty në etosin në Biruca nuk në linin laps për të shkrojtur në një gjë kështu. Kështu që mendova që ti dërgonje një gruas një shënim, që ti thoshe që të kërkon të ndarjen me mua, për arsyet mos e internonin, se internonin. Pak familje mbetën që su internuan. Edhe që su internua ishte një fat që mund të them më poshtë. Edhe unë marrë një kunj shkrepse, e kafshoj këtu këtë molzën e dorës, me gjak edhe shkrua një letër. Do të besh ndarjen që të shpëtojnë fëmija edhe juve, se do t'u internojnë. Edhe e fut këtu në këtë brezin e pantallonave. Kur pëzësin në ndresat që i ndroni me menin, ato, sa i kontrolonin, sa si kontrolonin, se si mendonin që unë me se do të shkruaj një letër ati të dërgoj një letër e ishte shkruajtur me gjak. E merë gruaja te, kur e merë për t'i lare, pa aty në brezi që ishte një qik me fort, brezi se i kështë futur brenda në astart. E merë e lecon. Tashi, nëna, ramet past, i thotë gruaja që këshu, thotë ka shkruajtur letër, a ju thotë këshu ndaj. Po mirë me bi, i thotë ndaju, i thotë. Si të ndajmë? Ti po të duash ndaju daq me gjithmen, thët?
se ishe u dënova, ishe në periudhën që ishe dënuar. Ta që unë ndaj me gjithmen, da që bëj një ndarje formale të shpëtojnë fëmijat, mos i internojnë. Jo, unë nuk ndajnë. Dëgjoj, thot nëna, unë do të kërkoj një takim me djalën. Bimë, pas dënimit të takonin ata. Sa që ishte periudha e asaj. Po të vem të dyja, i thot gruas, jo, unë nuk vit dot, i thot gruaja. Shko ti, unë nuk kam, se shikoj dot atje. Po nenën e kam pasur trime. Burnesh, me kuptimin e plot të fjalës burnesh. Vjen e të si, në burg, aty pa ikur në, se po i kthehemi qikë mbra pas. Pa ikur në burg, kishe marrë dënimin dhe prisnim të ashit të na qonin në burg. Vjen nëna, në takim, më thot mua, more birë, thot, ti e more vesh punën tënde të ashit e ditët. Si të bësh me gruan dhe me fëmijit. Gruaja time dhe unë e të vendos vetë si të doj. Po të më pyesësh mua edhe me që më pyet e mua, ajo thesh të ndahet nga mua. E reja është mund të martohet, mund të krijoj familje tjetër, unë u dënova 23 vjet, dal nga burgu. Këtë nuk e dihet, këtë e di vetëm Zoti, thash unë, prandaj po nuk do thash, do t'ja thuash ti këtë muhabet. E nese, dolin, iku nëna. I thot, do të bësh ndarjen, i thot. Jo, i thot, këse me, do t'a bësh se zben, thot, se këshu më tha, thot, për mua. Po mirë, unë të dërgova për t'a reguluar këtë punë, se unë kam letrën që më ka dërguar ajo, thot, ka burgu, ka biruca që të ndahet. Jo, thot, do ndahet, se po tjetë ashtu si shtot ajo, thot, më mirë të ndahesh, thot. Edhe këshu ben një ndarja ajo. Ndarja ishte formale, se ajo ka ardhur, më ka pare në burg për le fëmijit që më vinin çdo vit, pa ajo e vinte më rallë, se edhe ajo ishte me harë që ardhura. Pastaj binte edhe në sy, se ti ke bërë ndarje, përse vete e shikon këte?